Edhe një herë tjetër synim mbetën 3 trofet kryesor në vend. Klubi i Trepçës në basketbol pas një periudhe të artë në 3 vitet e fundit me 9 kupa të fituara në të gjitha kompeticionet, Mitrovicasit hyn në sezonin e ri me të njëjtat ambicie. Në krye të skuadrës vazhdon të jetë trajneri Adis Beqeragic, i cili thotë se mentaliteti i Trepçës nuk ndryshon. Për të çdo ndeshje duhet të luhet për fitoren, ndërsa synimi mbetet që trofet të qëndrojnë në Mitrovic. Beqeragic kujton sukseset e 3 viteve të fundit dhe thotë se skuadra do të kërkojë ta përsërisë të njëjtin rezultat edhe këtë sezon. Trepça is the club that we Trepça është klubi që kërkon fitore në çdo ndeshje. 3 vitet e fundit kemi fituar 9 kupa në të gjitha kompeticionet. Do të jetë njëjtë si në 3 vitet e fundit, të arrijmë objektivat, të bëhemi kampion, Superkupën, kupën. will try to Por për te gara vendore, Trepça ka ambicie edhe në arenën ndërkombëtare. Xhetarët do të synojnë të jenë sa më konkurrues edhe në FIBA Europe Cup, ndërsa një objektiv është edhe promovimi i talentëve të rinj. to be very competitive. Duam të jemi konkurrues edhe në FIBA Europe Cup dhe në të njëjtën kohë të kemi edhe 2 ose 3 lojtarë të rinj që do të donim të kishin pjesë të rotacionit. Shpresoj se do të gjejmë një vend për ta. Nëse punojmë shumë, nëse luajmë mirë, do të përpiqemi të gjejmë një vend për ta. I hope that we will find a place for them. Ndërkohë ndryshimet në skuadër nuk kanë qenë të mëdha. Rregullat e reja të Federatës së Basketbollit të Kosovës për numrin e lojtarëve të huaj kanë ndikuar në përbërjen e skuadrës, por jo edhe në mënyrën e lojës. Changes this year we didn't change too much. Sa i përket ndryshimeve këtë vit, nuk kemi bërë shumë. Për shkak të rregullave të FBK-s që janë bërë këtë vit, ne kemi numër më të vogël të huajsh për Super League, por si do të luajmë, nuk do të ndryshojë asgjë. So foreigners for the local league. Ndryshe Trepça mbrojtjen e titullit e fillon ndaj skuadrës së Raovecit.